O ta qësha fare fes ku ta kesh, ta qësha mamin ty, veç po m'intereson me di qka t'ka shtyme më shashta. Po si nuk të vrau Miloševiqi, ta përdhënën të atë mamin të dyve. O ta qësha fare fes ku ta kesh, ta qësha mamin ty Alaudinit, e ne Berat Veshmadhet. Aja ke marrë dikuj në motre Servil Kari, ku je o gjalli i k***ës, ku je o dhjef shafarën e m***it. Okej, që ky mesazh ka ardhë dje në Messenger, që ka bona one, e bona një screenshot, edhe e postova, ja zbulova edhe identitetin personit që ka shkru, personi reagoj me njëherë e zbuti diskursin, se sigurisht ja kanë qu shumë postimin tem në mesazh, ka shkru prap mas nej, sët kjo, veç sa ndodhi, do me thonë, Borim, ka mundësi një numër telefoni, veç 2 minuta. 2 minuta ka thirë, 2 minuta mundësh me bisedu, ka thirë një 15 herë, hajde tashti që ka po bojna na që rësa shumë ka shkru. Që ka po bojna na, është po e thirem që tashti, se hajlosi ja ku më pranu mesazhin, edhe të këqyrëm bashkë që ka ka me na thonë që tashti. Sigurisht, thët, ma kanë thuj pasportin, ma kanë haku, ose fëmija kanë shkru. Se këta që shkrujnë që shto në online, zakonisht, kur të marrin vëmendjen, ndryshojnë qasje. Alo? Burim? O, përshëndetje? Të më bësh halal vëtont, halal të më bësh. Më falë, ditë e natë, thëmë. E pse ke shkru qka të nëzite me shkrujt ashtë? Si burat 2 minuta dhe venjasën Prishtinë. Ja, s'ka gjë, s'ka nevoj me u taku heq, po veç po m'intereson me di qka t'ka shtyme më shashtu. Nuk kom konë veqa, më bësh halal vëtont, edhe venjasën Prishtinë, ndash refëm, ndash varëm, ndash... Ja, s'kom nevoj, s'kena nevoj mo rejon e ti, se unë s'foli me asi gjuhet, ta më puna. Mirë po, veç po më intereson me di qka t'ka nëzit. me shkrujt. Ashtu, se ke pak... A bon venjasën Prishtinë, bëjmë më vetë. Po s'kena nevoj me nejt, se paka shumë unë e pe kuptej që ka qenë moment nashta frustrimi në start, që aty për që aty t'u ka akumulu, nashta je ka nervoz edhe me diçka tjetër, ti ishe babë edhe vetë. Më falë që shumë prekisham, e mos shakit kjo prekisham. A ka mund sajtë bëjmë laf një dinja se si burat, hiq më postimit kërkuj halalok, unë dhe vetë dhe takuj privatisht. Gablava, më falë, a e pranon këtë? S'ka gjë, ja, gjithsesi e pranaj. Veç u m'interesejke me ditë pëse më ke shumë. Hatër zotin e kje zot, të më bësh halal, unë dhe vaj dhe thëmë fardur se shumë kesh ke qikat, edhe sa më kesh kraj për qikat. Së në duroj, vlaj. Besom. Apo më premtën që kime pas kujdes tash e mas edhe jo veç mu, pa edhe njerëzve tjerë kur ju shkërun mesazha, kur i kërcnane, kur i shanë. Në internet. Ta premtoj. Hajde tëng. A ma hekish vajt? Po, ta hekim, veç kujdes t'lutna. Numërin e telefonit ma hapë, është dhe vajt privatisht, t'lutna. Ja, se hapi mos kena nevoj me diskutuna këtë pjesë, kështu që ka lëfshmirë tëng. E po, njerëz, do me thonë, që kjo është zakonisht gjuha e njerëzve në momentin, gjuha e njerëzve që folin internet në momentin që e marrin vëmendjen, që e kërkojnë para prakisht, e kene apo edhe me shumë rastes qoftë figurave publike, qoftë figurave politike, në fakt, qoftë artistave, kur i kanë shoj, jenë marë seriozisht, jenë raportu në gjykat, automatikisht e kanë ndryshu diskursin e gjuhës, kanë kërku folje, kështu që definitivisht është shumë e rëndësishme me i ekspozu këta njerëz, kërcnimet me i thonë, gjua ke jashtë zakonisht brutale, që ata vendosa mja bo postim, le të shërbej kë edhe si mësim për të, që tashtë ne ja fshi postimin në Facebook, me gjithat, le të shërbej që kjo edhe një farë manuali për juve që e praktikoni këtë metodë, që ju shkru një njerëzve që i shani, që shumë let ekspozoheni edhe mas nej qmimi që e paguni është shumë ma i siklet shumë ma i malë se sa që i frustrimi i momentit në ashta kur i shkruni qoftë një gazetari, qoftë një figure politike, qoftë një artisti, që apo di nuk ja vlen. Kështu që Qika që pejme, mos harroni. Dini të pojegubrothers.com i gjeni ofertat më të mira në treg rreth patundshmëri. Siguroni me vizitu.